Historia e jetës së Miri është e lidhur ngushtë me muzikën, miqësinë dhe një nga humbjet më të dhimbshme në skenën shqiptare, ndarjen nga jeta të Dre Flori. Në rrëfimet e tij, Miri shpesh ndalet tek fillimet e grupit SC The Family, një trio që u bë simbol i një brezi të tërë. Së bashku me Landi dhe Florin, ata nisën gjithçka thjesht, me një magnetofon dhe një kaset, por me një ëndër të madhe për muzikën. Ishte një rrugëtim i ndërtuar mbi pasionin, sakrificën dhe mbi të gjitha një miqësi të rrallë që shkonte përtej skenës. Por suksesi dhe kujtimet e bukura u ndërpren brutalisht nga tragjedia. Vdekja e Dre Florit ishte një goditje e fortë, jo vetëm për familjen dhe fansat, por sidomos për dy miqtë e tij më të afërt. Për Mirin, kjo humbje nuk ishte thjesht profesionale, ishte personale, e thellë dhe e pasvendësueshme. Është fatkeqësia më e madhe për mua, shprehet ai, duke treguar se ende sot dhe kësaj dite është e vështirë ta besoja atë që ndodhi. Humbja e Florit, sipas tij, i këputi në mes dhe la një bosh